Sot më 12 qershor 2025 shënon plot 26 vite nga dita historike e çlirimit të Kosovës. Kjo datë simbolizon fundin e një periudhe të errët të luftës dhe represionit dhe fillimin e një epoke të re për popullin shqiptar të Kosovës, epokën e lirisë, shpresës dhe ndërtimit të shtetit. Më 12 qershor 1999, trupat paqëruajtëse të NATO-s hynë në Kosovë, duke i dhënë fund dhunës, gjenocidit dhe spastrimit etnik që kishte tronditur rajonin për vite me radhë. Ky çlirim u arrit pas një fushat ajrore 78 ditore të udhëhequr nga NATO, e cila u ndërmor si përgjigje ndaj krimeve të rënda të kryera nga regjimi serb ndaj popullatës shqiptare. By the tens of thousands. The risks that the conflict will involve and destabilize neighboring nations. Një rol të rëndësishëm në këtë proces e pati edhe ushtria çlirimtare e Kosovës, e cila me sakrificën e saj solli në vëmendje ndërkombëtare vuajtjen e një populli të tërë dhe nevojën për veprim urgjent humanitar. It's a large highway bridge. The bombs land right in the middle of the bridge. If you were focused right on your job as a pilot, suddenly that train appeared. Look very intently at the aim point, concentrate right there and Pas çlirimit, Kosova nisi një periudhë të gjatë dhe të vështirë të rindërtimit. Me ndihmën e Bashkësisë Ndërkombëtare dhe përkushtimin e qytetarëve të saj, vendi filloi të ndërtojë institucione demokratike, të vendosë rendin dhe të krijojë baza për një shtet funksional. Këtë përpjekje kulmuan me shpalljen e pavarësisë më 17 shkurt 2008, një moment historik që u mirëprit nga shumë vende të botës. Për Kosovën, shtet pavarur, sovran dhe demokratik. Në këto 26 vjet, Kosova ka bërë hapa të rëndësishëm përpara në zhvillimin e saj politik, ekonomik dhe kulturor. Janë themeluar institucione të qëndrueshme, është forcuar identiteti kombëtar dhe është përmirësuar roli i vendit në arenën ndërkombëtare. Megjithatë, mbetet ende shumë për të bërë, veçanërisht në përballjen me sfidat si papunësia, migrimi të rinjve, sundimi i ligjit dhe antarësimi në organizatat ndërkombëtare. Dialogu me Serbinë dhe përpjekjet për njohje të reja ndërkombëtare vazhdojnë të jenë ndër sfidat kryesore të politikës së jashtme të Kosovës. Po ashtu, nevoja për një drejtësi më efikase dhe një administratë më transparente janë ende prioritete që kërkojnë vëmendje të veçantë. Për vjetorin 26 i çlirimit është një ditë kujtese dhe nderimi për të gjithë ata që kontribuan për lirinë e vendit, dëshmorët, familjet e tyre, të zhdukurit dhe të gjithë qytetarët që vuajtën e sakrifikuan për një të ardhme më të mirë. Kjo ditë është gjithashtu një thirrje për unitet dhe për kushtim të vazhdueshëm në ndërtimin e një Kosove të lirë, të drejtë dhe demokratike për brezat që vinë.